Si në të gjitha shkollat ku mësojnë nxënësit shqiptar, po ashtu edhe në shkollën fillore Liria në Tetov, me një atmosferë festive është shënuar 28 nëntori, dita e flamurit kombëtar shqiptar, ku nga ana e nxënësve ishte përgatitur një program artistik. Nxënësit me veshje kombëtare sollën një atmosferë të bukur me këngët, vallet dhe recitalet me motive kombëtare. Për të ndjekur këtë program kulturor me rastin e festave të nëntorit dhe në veçanti për ta shënuar ditën e flamurit kombëtar, të pranishëm ishin edhe një numër i konsiderueshëm i prindërve. Për qëllimin e këtij programi festiv nga nxënësit e shkollës fillore Liria të Tetovës, arsimtarja Shpresa Iseini tha: Porosia e të gjithë neve, e sidomos gjeneratave të reja që janë pasardhësit tanë dhe të cilët duhet ta trashëgojnë flamurin kombëtar, e cila ka një vlerë të rëndësishme për popullin, nga e kaluara e deri më sot, po do të vazhdojmë edhe më tutje, do thotë që të ruhen të gjitha traditat kombëtare për të cilët më herët kanë dhënë edhe jetën. Prandaj, ne si zakonisht çdo nëntor i festojmë këto festa dhe shpresoj që të rit do ta kuptojnë dhe do të kenë më shumë prirje për të shprehur ndjenjat e tyre kombëtare dhe për të ruajtur vlerat e flamurit kombëtar. Sikurse në këtë shkollë dhe në shkollat e tjera fillore të Tetovës, atmosfera festive ndjej kudo, kurse arsimtarët ishin përkujdesur që të përgatisnin programe të bukura për këtë fest. Festa e 28 nëntorit është një nga festat më të mëdha kombëtare për shqiptarët dhe festohet në çdo pjesë të botës ku jetojnë shqiptarët.